Në çfarë gjendje e gjetët Eva Dumanin? Eva ishte një stat shumë të rëndë, duke filluar nga një frikë e jashtëzakonshme. Jeta dhe vdekja e Evës ishte, mund të themi, sa një fije flokat, aq e ndante jetën dhe vdekjen e saj, dhe një vajzë e zgjuar si Eva kishte arritur që të bashkëpunoj sinqerisht dhe seriozisht me ne, duke zbatuar mund të themi në saktësi të gjitha rekomandimet që neve i kemi dhënë, duke nga momenti që e kishim marrë në zonën ku ajo ishte vendosur deri tek sjella tek daja i saj. Ajo ishte shumë emocionuar, ishte pak shumë ishte shumë e friksuar dhe në vazhdimsi kishte vetëm një kërkesë, nëse do të jetë gjithçka e sigurt, sepse ajo e dinte që nëse do të dështonte operacioni, vdekja e saj ishte sigurt. Dhe kjo ishte sfida kryesore edhe për ne dhe për Evën.